Zgjidhje e gjithçka ajo. Nëse nuk ka komunikim, pastaj çfarë ndodh? S'ka komunikim, ka bllokim komplet edhe ignorant thjesht. S'është personi domethënë që as do ta afrosh, po nuk do të kesh lidhje fare me të. I shmang ambientet pastaj? I shmang ambientet e përbashkëta pastaj? Jo, nuk i shmang, po që mundohem të respektoj njerëzit, bisedat që po bëjnë. Nuk jam personi që të shkoj edhe t'i ngulem dikujt, kur e shoh që nuk e kam një ftesë. Kupton? Në ato momente. Pra, nëse unë nuk e shoh Anxhelën që m'jep një lloj shikimi ose një lloj indicie që të thuash afro ose do të thënë hajde të mirëpret, kupton? Se kontakti i parë me një njeri është kontakti me sy, që ti bën, kupton? Gjuha e trupit e gjitha, pastaj janë komunikimi e gjitha këto, po nëse ti nuk më jep në asnjë moment, unë nuk jam nga ato persona që vi ulem aty, ngjitem. Nëse më tregon shpatullat, mos prit që të afrohem. Jo. Unë të shoh 1-2 herë, shoh se si pozicionohesh ti, si mban qëndrimin dhe aty e kuptoj nëse ti do të më njohësh apo jo, nëse nuk njihemi do të me zor me njerëzit. Pastaj arsyeja pse nuk duan,